Të ndëruar miq të ekranit të PIS TV-s, asalamu alaikum, ja ku po takohemi edhe në një tjetër emision të ri, pra këtu në freskinë verore. Sigurisht edhe sot nuk do të mungojnë trajtimet e ndryshme të cilat do I bëjmë për gjatë minutave në vazhdim, por që fokus si çdo herë I kemi çështjet që kanë të bëjnë apo ndërlidhen me stinën e bukur të verës, siç është rubrika e parë të cilën do e ndjekim në vazhdim që ka të bëjë me shëndetin e më të dashurve tanë, fëmijëve tanë, të cilët edhe mund të rrezikohen nga temperaturat e larta në këtë kohë. Pikërisht për këtë çështje do vizitojmë pediatrin dhe do flasim me të për këshillat që duhet të ndërmarrë çdo prind për ruajtjen e fëmijëve të tyre. Na ndiqni. Doktor Lindrit Sfaiu, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë, pra për të folur gjëra gjatë në lidhje me temën që kemi përzgjedhur për sot, fëmijët dhe shëndeti I tyre gjatë verës. Faleminderit juve. Padyshim se stina e verës, doktor, është stina ku të gjithë fëmijët e presin me padurim gjatë gjithë vitit, por të njëjtën kohë është stinë ndihshme sepse e atakon direkt shëndetin e tyre. Si duhet të jetë një mbrojtje shëndetshme për fëmijët pikërisht kur tani më temperaturat kanë filluar të ngriten? Kohët e fundit temperaturat jo vetëm në vendin tonë, por në mbarë Evropën e shohim që kanë rrit cakun maksimal, domethënë kur mrin pikun deri në 40 gradë Celsius dhe u raportuan disa vdekje nga temperaturat e larta të moshuarve dhe fëmijëve. Domethënë prindërit në këtë rast duhen të kenë kujdes veçanërisht me moshat e ndihshme, kryesisht të 10 vjetrit që vojnë nga sëmundjet kronike, po edhe të fëmijët, mos të ekspozohen temperaturave të larta në mesditë prej orës 11 deri në ora 17, duhen të ikin rrezeve direkte të diellit. Gjatë kësaj kohe, domethënë mirë është të vendosen në ambiente ku temperatura është optimale, e freskët, të rehidrohen mirë dhe të kenë kujdes nga ushqimet, të ikin sa më shumë ushqimeve që janë fast foodeve dhe ushqimeve që nuk janë të sigurta për shkak që mundësia e kontaminimit me bakterje gjatë kohënave të nxehta është shumë më e theksuar dhe mund të bijnë deri te helmimet e ndryshme, kështu që gjatë kësaj periudhe të kenë shumë kujdes ku ushqehen, si ushqehen dhe të rehidrohen sa më shumë. Pra, doktor, me një fjalë, stina e verës nuk është edhe aq e lehtë apo të ndryshe aq e thjeshtë për të qenë prindërit e kujdesshëm në raport me fëmijët e tyre, sepse kërkon pra vëdësim dhe edukim të kësaj natyre, apo jo? Po sigurisht, domethënë, përveç që I ka të mirat e veta, stina e verës I ka edhe disa problematika që shfaqen në këtë sezon dhe mirë është të marrim masat paraprake, mos të vjen deri te dehidrimi I fëmijëve si pasojë e djersitjes së tepërt, mos konsumimit të lanxheve, të ruhen nga ekspozimi në diell, të ruhen nga temperatura direkte të larta dhe në mënyrë që ta kenë një shëndet sa më të mirë, të rrinë për vende të freskëta dhe të ushqehen shëndetshëm. Por cilat janë, doktor, rreziqet më të theksuara pikërisht në stinën e verës, pra sepse vera përsëritet çdo vit dhe sikur ne harrojmë dëmet në aspektin shëndetit që mund t'i shkaktoj pra tek grupet e ndihshme kjo stinë. Cilat janë ato rreziqet kryesore me të cilat atakohen fëmijët? Fëmijët, domethënë, I kemi disa sëmundje që janë sëmundje sezonale, e dim në sezonin e vjeshtës edhe dimrit, I kemi kryesisht virusat që prekin traktin e sipërm respirator, që manifestohen me kollitje, me problematika, me temperaturë. Mirë po, në sezonin e verës problemi kemi sëmundje që prekin traktin gastrointestinal, domethënë manifestohen kryesisht me vjellje, me barkëqitje, si pasojë e temperaturave shumë të larta, si pasojë e konsumimit të ushqimit jo të shëndetshëm dhe si pasojë e mosmarrjes mjaftueshme të lënxheve. Këta fëmijë shpesh lajmërohen nëpër ordinancat tona,
hiç më alerg se sot kishim fëmijë me temperaturë 39 gradë Celsius, kishte barkëqitje, kishte vjellje, nuk kish rehidru sa duhet në pamundësi kur ka fillu me marrë, domethënë lëngje, prap I ka vjell, domethënë hin me një cikël ku ka nevojë për vizitë mjekësore dhe ka nevojë për rehidrim ose oral ose intravenoz. Ndërka që cilat janë, doktor, shenjat e para kur një fëmijë rezulton I dehidruar, domethënë çfarë simptoma jep ai? Domethënë me dehidrim na kuptojmë të një fëmijë ku me tepër humb lëngje se sa merr lëngje. Domethënë si pasojë smundjes që është duke kaluar, shembull temperatura e lartë, pastaj vjellja, barkëqitja, mos konsumimi I ushqimit, ndodh që një fëmijë domethënë si pasojë kësaj gjendje vjen deri te humbja e lëngjeve, e si pasojë humbjes së lëngjeve kemi një fëmijë të plagësht, kemi një fëmijë që nuk është në atë rutinën ditore që është zakonisht, I ka buzë të thata, lëkura është e thatë, pastaj është I përgjumër, prej simptomave domethënë të tjera, domethënë te këta fëmijë përkundër që mendohet mu rehidru kur kanë vjellje ti tenton m'ju jap ORS apo rehidrus oral, po këta fëmijë prapë vjellin, duhet të tentohet fillimisht të nalet vjellja të këta fëmijë e pastaj të fillon rehidrimi. I kanë këta fëmijë edhe kur çajin, se I dim që moshat e vogla shpesh çajin pa lot, domethënë si pasojë e dehidrimit. Këta fëmijë duhet me tentu oral të rehidrohen. Mirë, po nëse nuk mujmë mri qëllimet, është edhe rehidrimi intravenoz kur japim infuzione në mënyrë që ta mbushim një fëmijë me lëngje dhe pastaj të vazhdojnë rehidrimi oral. Por cila është një vlerë optimale, ta quajmë ashtu, doktor, për një fëmijë, për shembull, fjala vjen nga mosha 5 deri në 10 vjeçare. A ka ndonjë vlerë mesatare që ai fëmijë duhet të konsumojë brenda ditës pra sasi të ujit? Domethënë mirë është deri 1 litër ujë të konsumohet gjatë kësaj kohe kur janë temperaturat mjaft larta, deri 1 litër ujë deri në moshën 5-10 vjeçare një fëmijë ta konsumojnë, ndërsa në adoleshencë është mirë deri në 2 litra ujë të marrin gjatë ditës, edhe të shmangin djersitjen e tepërt, të shmangin aktivitetin fizik gjatë temperaturave të larta dhe aktivitete të tjera kryesisht të bojnë pas dite ose në mbrëmje kur temperaturat janë më të ulta. Ndërka që këto viteve të fundit, doktor, thuaj se çdo ambient I mbyllur, çdo ambient shtëpiak janë thuaj se të pajisur me klimatizues. Si duhet të ekspozohet një fëmijë pra në këtë ambient të klimatizuar e pastaj sa ndikon kontrasti nga dalja pra nga një ambient I mbyllur në ambient jashtëm, kur tashmë temperaturat thuaj se kanë arritur pikun kulminant. Kontrasti do thotë a shkakton ndonjë reaksion të shpejt? Pikërisht, domethënë kur jemi në ambiente të jashtme dhe temperatura është deri në 40 gradë Celsius dhe normalisht që jemi të djersitur edhe në momentin kur him në një vend ku ka klimatizim dhe temperatura është rreth 25 gradë Celsius, domethënë është diferencë shumë e madhe pi temperaturës jashtme në temperaturat e brendshme dhe shpesh mund të manifestohet domethënë me probleme respiratore, me kollitje, me dhëmbje fyti, pastaj domethënë mund të vinë edhe deri te smundjet si te bronkopneumonit, ku kemi edhe ftofje në mushkëri. Domethënë mirë është ambientin nëse jemi jashtë, mos të him direkt në një ambient ku është shumë freskët, po ta bëjmë një temperaturë optimale, pastaj gradualisht domethënë të rrim, ta bëjmë temperaturën diku rreth 25 gradë Celsius. Ndërka që në stinën e bukur të verës, një problematikë e theksuar, doktor, përveç këtyre që I diskutuam, janë edhe infeksionet tek fëmijët. Po si mund të menaxhojmë në këtë aspekt, si mund t'i mbrojmë fëmijët tanë pra nga infeksionet e ndryshme që lëvizin ose operojnë në këtë kohë?
Ajo që duhet më theksu, domethënë me ngritjen e temperaturave të larta, përmenda edhe në fillim që mund të vjen deri te kontaminimi më i lehtë i ushqimeve, edhe rekomandimi jon si për fëmijët po edhe të moshuarit është që mos të konsumojnë ushqime jashtë, domethënë për shkak që ato ushqime shpesh dinë për shkak mos rrujtjes në temperatura të caktuara, domethënë mund lehtë dhe të vjen deri te kontaminimi i ushqimit dhe si pasojë e tij shpesh ndodh që i kemi intoksikacionet alimentare apo helmimet me ushqim që janë problematika të shpeshta në sezonin e verës, mirë po nëse jemi të obliguar të ushqehemi jashtë, mundësisht ta gjejmë një vend ku është ushqimi i sigurt dhe mos të ushqejmë, të ikim sa më shumë mishit kuq, të ikim fast foodave dhe të ushqejmë sa më lehtë. Po. Doktor, të falenderoj shumë për gjitha këto këshilla kaq duhura dhe të nevojshme për fëmijët në këtë kohë pra të pushimeve, në këtë kohë të verës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, Valan. Shikues të nderuar, selam aleikum. Mirë se po takohemi pra në këtë intervistë qendrore të këtij emisioni pra tek Freskia Verore këtu në PIS TV. Ashtu siç e paralajmërova qysh në hyrje, sot do flasim pra për çështje të ndryshme në kuadër të kësaj stine të bukur të verës. E njëra nga këto padyshim një element bazë shumë i rëndësishëm që karakterizon këtë stinë është edhe uji, dhe të gjithë peshën dhe vlerën që ai e mbart në vete kuptohet në aspektin apo të ndryshëm në këndvështrimin islam. Kam nderin që mysafir të ftuar ta kemi hoxhën e nderuar Osman Bekteshi. Selam aleikum hoxh. Aleikum selam wa rahmatullah. Hoxhë, të flasësh për ujin, për vlerën e ujit në konceptin fetar islam, sigurisht se kemi shumë çka për të thënë. Si e sheh feja jone e ndritur vlerën që uji mbart në vete? Feja jonë e ndritur, uji nuk e sheh thjesht si një element natyror, por e sheh si një prej burimeve të ekzistencës dhe të gjallërisë së njeriu. Prandaj Allahu në Kur'an thotë: "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Ne nga uji kemi gjallëruar çdo gjë. Vetë fakti që Allahu e përmend në formë të përgjithësuar, kjo tregon se nuk ka gjallësi që ekziston jetën e kësaj bote vetëm se përbëhet nga uji. Edhe ne si qenia në fisnike e Allahut, shumica e trupit të njeriut përbëhet nga uji, siç thonë edhe shkencëtarët, diku rreth 70% të trupit të njeriut, organizmi i tij përbëhet nga uji. Njëjtë edhe gjësia, pra kjo tokë dhe globi mbar përbëhet 70% nga uji. Kjo tregon se uji është themeltar. Por çështja e ujit është një prej çështjeve më të rëndësishme në njerit dhe një prej begative më të mëdha me të cilat Zoti na ka nderuar neve si krijesat e tij, që bartim një përgjegjësi mbi supet tona, madje përgjegjësinë më fisnike që ekziston. Pra, me një fjalë, uji nuk është vetëm procesi që ne konsumojmë pra për shuarjen e etjes, po ka një vlerë, një peshë të jashtëzakonshme që ndoshta për ditëshmërinë tonë nuk është se e vlerësojmë pra për peshën që e ka. Po, për arsye se njeriu ka prirje që t'ia di vlerën vetëm në kontaktin e parë të asaj që e gëzon. Këtë rast me pirjen e një gote uji aty mbaron edhe njohja e vlerës së ujit, por realisht tu ka diçka shumë më të madhe. Prandaj Allahu na tërheq vëmendjen me një seriozitet lartë rreth çështjes së ujit. Thotë: "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun", apo e shihni ujin që ju po e pini? "E antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun", a jeni ju ata që e keni zbritur nga rrejtë e qiellit apo jemi na? Pra Allahu e vë fokusin në mirësinë përtej pirjes së ujit. Fillimisht origjina e ujit është nga Allahu, pra është Allahu burimi i kësaj mirësie. Së dyti, procesi i zbritjes së ujit është i mahnitshëm, është i mrekullueshëm. Pra mënyra se si Allahu përmes grumbullimit të ereve e zbret shiun në tokë, e gjallëron tokën, pastaj krijohen burime uji në tokë, thellësitë e tokës i ruajnë këto rezervare ujrash, pastaj shpërthimi i këtyre burimeve në sipërfaqen e tokës, e gjitha kjo tregon për madhështinë e kësaj krijese gjallëruese siç është uji. Prandaj besimtari i Allahut është zherë minjors për këtë mirësi, sepse përmes ujit ai përpos që e gjallëron veten e tij edhe
kryen edhe shumë funksione tjera të ndritura. Pra, hoxh, nga kjo i bie që besimtari ka një përgjegjësi të madhe edhe për ruajtjen e ujit, apo jo? Padyshim se po, sepse është një prej elementeve esenciale dhe ekzistenciale të njeriut. Pra, duke qenë se uji është jetë dhe kësaj duhet shihet, përgjegjësia jonë në raport me të duhet të jetë maksimale. Dhe përkitazi me këtë, besimtari i Allahut është më se i vetëdijshëm për këtë vlerë dhe njeriu edhe duhet të jetë falënderues. Dhe këtë falëndërim duhet ta manifestoj përmes ruajtjes së ujit, përmes ruajtjes së kësaj vlere, të këtij elementi shumë të rëndësishëm njerëzor dhe natyror. Prandaj besimtari është çdo herë vigjilent në raport me ujin sepse e ka parasysh përgjegjësinë në përdorimin e tij. Nuk e shpërdoron, nuk e keq përdor, e përdor brenda kufive të caktuar sepse përmes tij realisht ai e ruan jetën në përgjithësi, mbarvajtja jetësore është ndërlidhur me ekzistencën e ujit. Dhe çdo kërë përdorimi i ujit në islam është edhe i penalizuar. Sigurisht. Dhe një proces që besimtari musliman e kryen çdo ditë, padyshim se ka të bëjë me ujin, është edhe marrja e abdesit. Po, dhe kjo është bukuria e islamit, sepse përmes abdesit ne realisht ujin nuk e shohim thjesht si një krijesë fizike, përmes së cilës ne i kryejmë disa nevoja fiziologjike, por e shohim si një element që harmonizon mes trupit dhe shpirtit. Prandaj ne përmes marrjes së abdesit, që e kemi si parakusht hyrjes në namaz, ne realisht e pastrojmë edhe shpirtin ton. Pa kjo lloj parapërgatitje, para daljes së Allahut Madhërisëm për të komunikuar me të, nuk është thjesht një proces fizik që ne e bëjmë për ta pastruar trupin ton apo disa gjymtyr trupit ton, por paralel me këtë ne e bëjmë edhe pastrimin e shpirtit ton, pastrimin e veteve tona nga gjunahet eventuale. Prandaj pejgamberi Allahut thotë, kur robi merr abdes, ai realisht pastrohet nga gjunahet. Nga gjitha gjymtyrët e tij dalin gjunahet, pra në një formë shpërlahen gjunahet e tij, madje thotë edhe gjunahet nën thonjtë e tij. Aq thellë depërton pastërtia e abdesit që e tejkalon dimenzionin fizik. Prandaj Allahu i vlerëson lart, madje i qaset nga ana e dashurisë atyre që janë të pastër. Thot inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Pra kuptimi i asaj që pastrohen fillimisht përfshin aspektin shpirtëror, dimensionin spiritual, pastaj edhe atë material apo lëndor. Prandaj abdesi është shumë i rëndësishëm në Islam. Sigurisht, ndërka që një çështje tjetër që është e rëndësishme në këtë aspekt është padyshim se kemi edhe hadithe që flasin për këtë aspekt, pra për dhënien e ujit dikujt, do të thotë sa vlerë, sa peshë ka kjo dhënia e ujit për të pirë dikujt që ka nevojë në momente të caktuara. Duke qenë se uji është burim gjallërie dhe ekzistencë e njeriut, sadakaja më e vlefshme, pra sadakaja materiale, në Islam është dhurimi i ujit, pra dikujt i japësh ujë, sepse përmes dhurimit të ujit realisht jo vetëm që e freskon atë, por edhe e mban gjallë, sepse uji është burim jetese. Prandaj në këtë dimension pejgamberi Allahut na këshillon jashtëzakonisht tepër që të shpërndajmë ujë. Dhe besimtarët e Allahut vazhdimisht mundohen, sidomos në këtë stin të verës, mundohen që të shpërndajnë sa më shumë ujë, madje më pëlqen praktika e kohëve të fundit që po realizohen nga disa të rinj të shteteve të ndryshme, përfshirë qytetin tonë të bukur, dalin në stinën e verës, madje në kulmin e vapës verore, edhe shpërndajnë ujë nëpër qytet, dhe kjo është diçka jashtëzakonshme. Po sepse është një gest shumë simbolik, por vlerën dhe shpërblimin e ka jashtëzakonisht madh. Prandaj feja islame kushton shumë rëndësi çështjes së ujit dhe shpërndarjes së tij. Po që kemi në natyrë dhe në përgjithësi në mbar rrezullin toksor kemi dhurata të çmuara nga krijuesi fuqiplot, pra që ndërlidhen me ujin, siç janë lumenjt, liçenet, detrat, oqeanet. Si duhet t'i shoh njeriu këto dhurata që i ka, pra si në çfarë prizmi duhet të vlerësuar dhe si duhet shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme? Çdo begati dhe mirësi nga ana e Allahut, por ne njeriu është edhe përgjegjësi. Dhe sa më e madhe që të jetë mirësia, begatia nga ana e Allahut, por ne paqja e madhe duhet të jetë përgjegjësia në pranimin, shfrytëzimin dhe dorëzimin e kësaj mirësie tek Allahu subhanahu teala. Prandaj uji, duke qenë se është një prej mirësive dhe begative më të mëdha me të cilat Zoti na ka nderuar dhe na ka pasuruar neve në jetën e kësaj bote, përgjegjësia jonë duhet të jetë primare në raport me të. Pra, çështjen e ujit duhet ta shohim si çështje jashtëzakonisht të rëndësishme, sidomos në vendet ku ne jetojmë. Mirëmbajtja e ujit, e lumenjeve, e burimeve të ujit, e rezervave të ujit duhet të jetë për çështjeve kryesore, edhe në aspektin institucional,
pra në instancat e larta shtetërore, edhe në atë shoqëror. Sepse ne për dallim prej tjerëve, ne si besimtar musliman, ne çështjen e ruajtjes së ujit, rezervave të ujit dhe burimeve të tij nuk e shohim thjesht si një përgjegjësi shoqërore apo qytetare, por para së gjitha shohim si një përgjegjësi fetare, sepse ne do t'japim llogari për këtë mirësi. Duke qenë se uji është një prej mirësive më të mëdha, përgjegjësia është edhe më e madhe. Prandaj ne jemi më së vetëdijshëm për atë se ditën kur dalim para Allahut do të pyetim edhe për një pikë uji. Prandaj çdo pikë uji për besimtarin është emanet, është përgjegjësi në vetvete. Sepse ruajtja dhe përdorimi i mirë i një pike të ujit, rreth do të thotë ruajtja e jetës së dikujt tjetër, dika tjetër. Dhe bukuria më e madhe në këtë qëndron në atë se Islami nuk e trajton çështjen e ujit nga aspekti i mungesës së saj. Pra, vlerën e saj nuk e trajton vetëm nga aspekti i mungesës, por edhe kur kemi ujë me tepric, neve na udhëron që ta ruajmë atë. Dikush mund të ketë ujë me bollëk, por kjo nuk do të thotë që ne kemi të drejtë ta shpërdorim atë, ta shpërdorim atë. Përkundrazi, ne duhet ta ruajmë edhe çdo pikë uji, sepse për ne mund të jetë tepër, por për tokën është e nevojshme, për gjallësa të tjera është e nevojshme. Prandaj asgjë nuk ka tepër në këtë botë. Çdo gjë është brenda parametrave të caktuar nga Allah. Prandaj Allahu kur flet pikërisht për ujin Kur'an, ai tregon se uji ka zbritur me masë. Asgjë nuk është e tepër apo e paktë. Çdo gjë është në masën e vet. Prandaj njeriu e shfrytëzon për aq sa ka nevojë, gjallësa të tjera e shfrytëzojnë për aq sa ka nevojë, toka e shfrytëzon dhe gjallërohet me të për aq sa ka nevojë, dhe i gjithë ky uji në një mënyrë rotacioni, pra nga shiu në detra në lumej, përkthehet në aktivitet dhe në gjallëri për gjitha krijesat e Zotit në sipërfaqen e tokës. Prandaj është përgjegjësi e lartë. Sigurisht. Hoxhë, dikur në kohën e fëmirisë tonë, pra lumenjt kanë pas edhe një aspekt të rekreacionit që kanë luajtur pra tek fëmijët e lagjës, fëmijët e fshatrave, madje pushimet verore kanë qenë shumë atraktive, sidomos nëpër fshatra, pikërisht për prezencën pra dhe praninë e lumenjve. Pse sot kemi aq pak interesim nga ana e fëmijëve, nga ana të rinjve për të frekuentuar lumenjt, apo ndoshta është pikërisht ky aspekti i degradimit, sepse sot shohim mjaft lumenj që janë të ndotur, edhe më keq se kaq, shohim se kemi edhe derdhje të ujrave fekale në to. Pra, pse po ndodh një gjë e tillë, do të thotë sikur kemi shënuar regres në këtë aspekt? Është shumë e vërtetë. Normalisht mendoj se si faktori i përgjithshëm është ndryshimi i stilit të jetës për shkak të ndikimit masiv teknologjik. Pra fëmijët e sotëm nuk funksionojnë sikur se fëmijët e djeshëm. Ne jemi dëshmitar të asaj se ne kemi luajtur më shumë jashtë se sa brenda shtëpive tona, i kemi shfrytzuar këto mirësi, por gjithashtu nuk mund të përjashtohet edhe kjo që përmendet ju, edhe faktori i ndotjes së ujit. Fatkeqësisht kjo tregon për vetdijen e ulët shoqërore dhe qytetare, nga se njeriu që ta hudh çdo lloj mbeturine në një prej burimeve të jetës, siç janë lumenjt, burimet e ujit, rezervat e tij, tregon për një qytetari të ulët, tregon për një vetdije shumë të ulët qytetare, gjithashtu edhe fetare, sepse këto janë të ndëlidhura. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Unë shpeshherë edhe në ligjëratat e mia, në raport me nxënësit e mi, them unë çuditem me ata që organizojnë kampanja pastrimi qytetësh. Realisht ne duhet të organizojmë ligjërata dhe kampanja të vëdësimit të mos hudhjes së mbeturinave, jo të pastrimit, sepse kur ndalet dora nga keshpërdorimi i këtyre vendeve të bukura dhe të gjalla të pastërta, atë nuk do të ketë nevojë që të organizojmë kampanja masive të pastrimi. Ekoregjioni e kryen punën e vet dhe kjo do të ishte mjaftueshme, siç ndodh edhe në shumë vende të botës. Pra unë nuk shoh nëpër vende evropiane që dalin qytetarët me mbledh mbeturina sepse ata nuk i hudhin dot. Vlen të përmendet një rast, një familjar im më tregoi, tha, ai jeton në Zvicër, tha, unë dola ata e kam lumin afër shtëpisë. Edhe dola ti ushqej patat, shotat. Edhe mora nga bukë, nga se ne kemi për kulturës tonë edhe fetare edhe adhetare që të mos i hudhim troshat apo bukët rrugës, dhe tha, nuk deshta me i qu, dëm shkova ti ushqej patat në lumë. Erdhi tha Zvicrane dhe më tha, o inde lumë, çfarë duke bë? Tha ti duke bë krim, se tha unë po i ushqej, tha ato, tha kanë ushqimin e vet për shtetit. Ti në këtë formë tha i sjell min tha në lumë, edhe shkakton çrregullime të tjera. Nëse edhe njerëz shotat lajmërojnë shtet. Shikoj çfarë vetdije qytetare ka kriju kjo zonjë. Se të mos e kemi edhe ne, sidomos me këto bukuri që i gëzojmë, që Zoti na ka dhëruar me to. Çfarë ka zvita më shumë se sa ne? Është vetëm çështja e vetdijes, është vetëm çështja e edukatës që ne kemi nevojë me avancu këtë drejtim. Fatmirësisht jemi më mirë se sa që kemi qenë dikur, por nuk kemi mjaftueshëm siç duhet të jemi sot, po shpresoj që do të bëhet edhe më mirë. Pikërisht hoqë te ky aspekt më intereson një opinion, një mendim i juaj se çka duhet bëjmë ne si shoqëri
që një herë e mirë ta kuptojmë se ruajtja në përgjithësi e ambientit, ruajtja e ujrave dhe lumenjve duhet jetë detyrim parësor i jonë, sepse ne nuk jemi të thirrur vetëm ta ruajmë siç dim të bëjmë ambientin tonë të mbrëmshëm, sepse në për shtëpi dhe në për oborret tona ne dim ta mbajmë këtë pastërti, por sikur qalojmë jashtë dyrëve të oborrit. Çka do të bëjmë që të ndërgjegjësohemi në përgjithësi si shoqëri? Dëgjoj, mosnjohja e vlerës se diçka shkakton mosmirënjohje, përbuzjet e asaj dhe në fund edhe humbje të asaj mirësie. Pra, ne si parim duhet ta kuptojmë vlerën e ujit. Njeriu kur e kupton vlerën e ujit, kur e kupton rëndësinë ekzistenciale të ujit për njeriu, ai do ta ruajë atë si sytë e ballit. Prandaj kur i shohim vendet që vuajnë nga thatësia ose ku na mungon për disa orë për ndonjë prishje, ndonjë çrregullim eventual në qytet që shkakton mungesën e ujit, ne kuptojmë se sa e rëndësishme është uji për ne. Pse të mos e kemi këtë vetdije vazhdimisht, pra edhe kur e kemi ujin me tepricë e me bollëk, sepse kjo realisht tregon për edukatën tonë të përhershme. Besimtari dhe njeriu në përgjithësi nuk duhet të jetë edukuar vetëm atëherë kur është në zor. Nuk duhet të kuptojë vlerat vetëm atëherë kur ka nevojë për to, por edhe atëherë kur i ka posedim. Madje një besimtar, një qytetar që ja di vlerën një pasurie kur e ka edhe me bollëk, ai padyshim se do ta di vlerën edhe kur i mungon ajo. Për dallim për atij i cili ja di vetëm kur është në zor. Prandaj ne duhet që të vetëdijsohemi fillimisht përmes organeve kompetente, institucionale, shkolla, xhamia, pastaj shoqatat e ndryshme ekologjike që mundohen me rujt ambientin, që bëjnë një punë të mrekullueshme, edhe çdo qytetar ka për detyrë që të reagojë përballë këtyre pakënaqësive dhe keqpërdorime eventuale që mund ndodhin në qytet. Asgjë nuk na kushton nëse e këshillojmë dikë normalisht, në formën më të mirë të themi që nuk hudhet në mbeturina, sepse vendi yt është shtëpia jote. Ashtu siç e ke fisnikëri, ruajtjen e pastërtisë, të higjienës brenda shtëpisë, ruaj edhe jashtë shtëpisë, sepse vendi yt është shtëpia jote. Kjo tokë është e jona. Prandaj ne duhet jemi të njëjtë si brenda shtëpive, po ashtu jashtë shtëpive tona. Mahnitën perëndimor me pastërtinë që kemi brenda shtëpive, por çuditën me atë jashtë shtëpive tona. Pra, ne nuk do të thotë që ne s'kemi mundësi, ne kemi mundësi. Ne kemi gatishmëri për me bënë gjë të tillë. Thjesht duhet ta shtojmë intensitetin e vetëdijsimit tonë përmes ligjëratave, këshillave, kampanjave vetëdijsuese dhe përmes organizimit gjithë qytetar që këshillojmë mes veten në mënyrë që ta ruajmë ambientin tonë sepse është pasuria jona. Po Gjinderum, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim kaq të ngrohtë dhe miqësor dhe për të gjitha këto këshilla që i dhat në intervistën tonë që realizojmë. Deri është imi të jem çdo me ju, sidomos në këtë stin kaq të bukur, e që ju e zbukuroni edhe më shumë me këtë lloj realizimi, inshallah ju shpërblet. Amin. Miq të nderuar të PIS TV-s, ne sapo realizuam intervistën pra me hoxhën e nderuar Osman Bekteshin. Ju falenderojmë që na ndoqët, ndërkaq që tani radha është të kalojmë tek mendimet e qytetarëve në lidhje me një tematikë që kemi përzgjedhur për sot. Na ndiqni. Bamirësia dhe solidariteti kanë qenë dhe mbeten dy tipare të cilat na karakterizojnë neve edhe si këmbë, por edhe si musliman që jemi. Kemi pasur, i kemi ruajtur dhe fatmirësisht po vazhdojmë t'i mbajmë. E kjo më së miri falë hoxhallarëve tanë të cilët të shumë në numër po punojnë jashtëzakonisht ditë dhe natë në këtë drejtim. Pikërisht për këtë tematik do i pyesim qytetarët tanë se sa ne jemi bamirës si popull. I nderuam, sa jemi bamirës ne si popull shqiptar? Ne jemi të mirë, po mund mos me bëj mirë. Jemi bamirës jemi gjithmonë. Kena zbeje viteve të fundit apo ka qenë më mirë kjo? Ja, më mirë është. Më mirë është ashtu. Më mirë është. Se për pora. Se s'kam pas njerëz me çka të marrin informacion tash, më lehto. Bëjmë më shumë më mirë. Populli shqiptar jemi më mirë së ballë. Edhe kemi që minimu të gjithëve, zakonisht ose me një fjalë kemi që minimu e njerëzve që nuk i njohum. E ata që njohum thujmë të punon edhe ai se s'po punon. Unë mendoj se jemi shumë. A jemi duke ruajtur këtë vlerë që e kena pas të kalumen? Unë mendoj se po, edhe pse ndoshta për shkak të rrethonave, për shkak numrit të rritur, ajo vrehet më pak, po unë mendoj se po. Me një fjalë, solidariteti na ka shqu neve si këmbë, apo jo? Po, patjetër, po. Unë mendoj se po. Unë mendoj që
na jena ndër popujt më bamirësh që ekzistojnë në botë. Çka ka mbajt këtë veti gjallë te na si kam? Mendoj që okupimi i gjatë nevoja për me mu afru me njëri tjetrin, që kjo mendoj që është. Po sot a jena të erujt këto? Po besoj që po, nëpërmjet disa hoxhallarëve, si Halil Kastrati dhe Elvis Naç, mendoj që jena të emojqat. E pra, miq të nderuar, pas mendimeve që ndoqëm nga qytetarët në lidhje me sa ne si popull, si kambi jemi bamirës, tash është koha të zhvillojmë bisedën me hoxhën e nderuar, me cilin do flasim pikërisht në lidhje me këtë tematik. Kam nderin që të bashkëbisedojmë me hoxhën nga Gjakova, Abdurrahman Bejtullahu. Selam aleikum hoxh. Aleikum selam, mirë se keni ardhur. Hoxh, çka nënkupton bamirësia në fenë tonë islame? Bamirësia është pjesë e besimit tonë, është një vepër që besimtari e bën për të arritur kënaqësinë e Zotit në radhë të parë, dhe të njëjtën kohë për ta fituar shpërblimin apo gëzimin tek nevojtari apo jetimi që e ka. Me anë të saj, besimtari i shtohet edhe pasurien në këtë botë edhe shpërblimin në botën tjetër, mundohet që sado pak të lidh ura përmes atij që ka dhe atij që nuk ka. Dhe përmes kësaj e ndin shpirtërisht ai i cili jep, dhe përmes kësaj padyshim që shpërblimin e ka në dy botrat. E gjithë kjo padyshim se ka një vlerë, pra çështja e sadakas ka një vlerë të caktuar pra në jetën e besimtarit. Me pak fjalë, si përshkruhet kjo vlerë? Vlera është e madhe sepse është nga veprat që Zoti fuqiplot e dëshiron të jetë e vazhdueshme në jetën e muslimanit, që përmes kësaj të arrihet buzëqeshja në fytyrët e atyre të cilët nuk kanë, duke filluar nga pamja e jashtme dhe pastaj nga turrezat familjare që gjatë ushqimit që ata kanë për të ngrënë, dhe të njëjtën kohë për të qenë sa më afër atyre të cilët dikush kujdeset për ta. Dhe kjo është e fuqia e besimit tek muslimani që mendon lart kufive të tij, që mundohet që me dorën e djathtë ta jep ata që ka dhënë Zoti fuqiplot për ata që kanë nevojë më së shumti. Kurse tek zemrat e besimtarëve si ndikon veprimi, pra bamirësia në vetvete, sa i zbut zemrat e besimtarëve? Është shumë interesant, është një hadith i pejgamberit tonë të dashur Muhamedit alayhis salam se një prej të parëve tanë kishte shkuar, i cili kishte begatuar Zotin me shumë mirësi në këtë botë, i ankohet pikërisht për zemrën. Po dhe dërguri Allahut dhe nuk ka bërë zemra si e plagështuar, do të thonë nuk e ndin qetësira atij, sidomos kjo është për këta 33 tonë që sot ankohen nga stresi, depresioni, shkallë të larta, e që se kemi pas si popull. I thot pejgamberi i Zotit këtij burrë në fjalë dhe neve pastaj mesazhe për të gjithë deri në ditën e gjykimit, thot gjeni të varfër, jepeni ushqim. Dhe të njëjtën kohë gjeni jetim dhe ato kokën e tij. Momentin që besimtari apo bamirësi në këtë rast gjen kohë dhe ndan nga dita apo nata ati të rrin pak me ata që kanë nevojë më së shumti, sidomos për jetimin të janë dëgjën hallet, dhe të njëjtën kohë që e kalon ditën dhe natën, ka përpara çfarë begati Zoti ka jep atij, automatikisht shkon dhe qetësohet zemra e atij që ka nevojë më së shumti. Kurse bamirësia hoxh, a do të fokusohet vetëm në aspektin material apo do t'i kushtojmë rëndësi edhe aspektit moral bamirësisë? Jo, bamirësia është diapazon tepër i gjanë, dhe më thonë nuk ka vetëm ajo me anë të hollave, padyshim tek populli nifet me anë të hollave, por në aspektin fetar tha pejgamberi i Zotit bamirësia është edhe momentin që buzëqesh mundohet dikujt të largosh një breng tek kësaj bote dhe quhet bamirësi. Bamirësia është një respekt që ja bën i riu atij që është më i vjetër. Bamirësia është një largim i një të keqe që largohet nga rruga. Bamirësia është me urdhërimin e mirë me ndalu nga e keqja. Bamirësia është një këshill, sidomos dikush që ka nevojë për një këshill, ta mos ta bëni të keq apo mos ta bëni një akt që ndash Zoti, është bjen ai shkaktar dhe ky largohet nga puni i lig. Por diapazoni sa shumë më gjunë se sa ajo që nifet tek populli, po bazën e kanë të holla. Ndërsa në kulturën tonë si shoqëri kosovare, si e vlerësoni, si e konsideroni pra çështjen e bamirësisë, është në nivelin e kënaqshëm apo do të punojmë më shumë që ta mbajmë apo ta arrisim këtë vlerë? Populli jonë me dekada ka treguar një gjërmëgjërsi të madhe. Qoftë në kohën e parë luftës, qoftë gjatë luftës, por tash pas luftës. Padyshim se diaspora ka një rol të veçantë, sepse kushtet e tyre dallojnë nga kushtet tona, por me ata që kanë kadasht i madh Zot të vazhdojnë
qoftë bamirësi ditore dikush mund të një bukës ta gëzon dikon, qoftë bamirësi mojor me një pak ushqimore apo sigurimin e medikamenteve, masa ka mundësi kur vjen fundi i muajit ndajnë nga paga atyre që marrin një shumë për të simbolike, por për nevojtarët është bërë vërtet një shumë e madhe. A është esenciale hoxh mënyra se si ne nisim një akt bamirësie, si qëndron çështja e njetit në këtë mes? Padyshim që njeti është pjesë e besimit tonë, çdo vepër që bën besimtari mundohet ta kënaqë në Zotin në radhë të parë, se Allah në Kur'anin Fëmijëlar na ka treguar se çdo punë që e bëjmë vetëm pa atë duhet mi bë. Edhe pse krijesat është vërtet të kënaqemi çdo herë, padyshim që kena më pas ankesa, kena më pas domethënë njerëz që janë të kënaqur, sepse pesë gishtat e dorës në kënd të barabartë në një me tjetrin, por çka kuptohet nga ne është që ta japim për hir të Zotit dhe shpërblimin të presim nga ai. Çfarë thonë të parë tonë që njeti duhet para se me dhon çat lëmosh apo çat këshill, dhe gjatë dhënies mi pas prap njëtin e pas edhe të njëjtën kohë pasi që e ke dhon atë lëmosh sadaka, mi lut Zotin më ta pranojë që Zotin nga ta tërë na pranojë duaj jonë. Po cili është roli i institucioneve fetare në këtë rast, pra në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, në organizimin dhe në manifestimin e përgjithshëm pra të aspektit të solidaritetit dhe zhvillimit të bamirësisë? Na dhe bisedën e filluam treguam se bamirësia është pjesë e besimit tonë. Rolin kryesor ka Bashkia Islame me Republikën e Kosovës, që ka një pjesë ndonë nga vetë sektori humanizmi që shata Bërëqeti, dhe përmes saj në të Republikën e Kosovës mundohet që të jetë afër nevojtarëve dhe jetëndve, dhe çdo shtresë që është nevojtar për ta. Dhe pastaj vjen familja, nga familja pastaj edhe marr sidomos fëmijët e vegjël që marrin mësim nga nëna dhe baba, ditën e xhumat takzojnë dikon me një shumë simbolike, ditën e Bajramit, ditët që janë festat tona qofshin fetare dhe kombëtare të mundohen dikon takzojnë. E dy rolet e shumta që luajnë edhe besimin e njëjtë kohë pas edhe familja. Po nderuam porosia, mesazhi juaj krejt në fund në lidhje me këtë tematikë? Porosia ime është që të vazhdojmë sa më shumë të jemi afër atyre që kanë nevojë më së shumti. Nuk është kush me qenë i pasur me dhon diçka të tillë. Është kush me qenë zemër bujar, zemrën e pastër, jetën e pastër, që më dhon diçku ata që kanë më së shumti. Qoftë me një fjalë të mirë, qoftë me një bukë që tham ditore, që me qenë sa më afër atyre që kanë nevojë mbar Zotit, çdo kontribues, çdo pamjes është probleme të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Të falenderoj shumë për këtë kontribut, për këtë bashkëbisedim kaq të ngrohtë dhe miqësor. Faleminderit edhe juve për kohën që keni qenë sot shkolla. Faleminderit. Të nderuar shikues, pra kjo ishte intervista që zhvillua me hoxhën e nderuar Abdurrahman Bejtullahov nga Gjakova, me të cilin biseduam pra në çështje me bamirësinë në përgjithësi, po thotë si zhvillohet kjo në shoqërinë tonë dhe cili është roli që kjo veprimtari gëzon në mbar shoqërinë tonë si në aspektin fetar ashtu edhe në atë kombëtar, përkaq që këtu edhe e përmbyllim emisionin për ditën e sotme. Ne do të takohemi në episodet e radhës. Deri atëherë, asalamu alaikum.